Do të flasim tani më gjërësisht në lidhje me propozimet e bëra ditën e dieshme në Komisionin për Ekonominë, Financat dhe Punësimin. Do diskutojmë me zotin Renaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i Shoqatës Kombëtare të Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme, ndryshe njëjtësi Area. Zoti Pipiria, mirë se erdhët në studion e televizionit Skan. Përshëndetje, kënaqësi ime. Atëherë, ta nisim me propozimin e parë që ju bët, ulje e tatim fitimit nivelin e 3% nga 5% që është propozuar zyrtarisht nga Ministria e Financave, por njëkohësisht edhe shtyrjen e afatit. Mendoni se do të merren parasysh? Ne jemi besim plot, jo vetëm për shkakun se kemi bërë ne si propozime, por janë propozime të argumentuara dhe besojmë që Kuvendi mund të vazhdojë të luajë rolin e vet, po themi Komisioni i Ekonomisë dhe Financave si vendimarrës, si ligjvënës, duke korrigjuar projektin për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Janë dy argumente të cilat janë në rëndësi për të marrë parasysh dhe besojmë që anëtarët e komisionit e kuptuan si tel të propozimit. E para është ndryshe nga entitetet tregtare. E gjithë bara e tatimin mbi fitimin kapital, mbi rivlerësimin tek qytetarët shkon dhe rëndon drejt për drejt xhepat e qytetarëve, ndërkohë që te entitetet tregtare kjo taks 5%, ky tatim 5% mund të zbritet nga fitimi përfundimtar, pra mund të njihet si shpenzimi i zbritshëm, ndërkohë që tek qytetarët nuk e njohin këtë gjë, pra janë të disfavorizuar dhe as edhe procesi i deklarimit TIV apo themi deklarimit të tarave, pagesës së tatimit kurim, që ndodh në mars 2026 nuk e merr fare në konsiderat. Kështu që nuk kemi pse i vendosim në dy pozita të disfavorshme, por themi qytetarët të ngarkuar më tepër, ndërkohë që entitetet tregtare favorizohen për të interesuar asetet e tyre. E dyta, në të njëjtën kohë ne nuk gjejmë asnjë shembull në Evropën perëndimore, aty ku ne po kërkojmë të jemi pjesë, ku qytetarët trajtohen barabarta ose të paktën më keq se sa entitetet tregtare. Në shumicën e kohës, kur bëhet fjalë për tatimin mbi fitimin kapital, sidomos për banesat, sidomos për shtëpinë e parë, sidomos pasi pronësia është mbi 2 vite, ka lehtësira pafund, madje ka dhe përjashtime. Ka përjashtime nga skema e tatimit. Edhe pretendimi i Ministrisë së Financave që tashmë ka siguruar një favor, po themi me skemën e 1% amortizim bazuar në vitet e pronësisë, nuk qëndron, nuk është i vërtet, sepse kjo skemë 1% amortizim i vlerës në varësi të viteve të pronësisë aplikohet vetëm në ato raste ku prona është masivisht amortizuar dhe ku nuk arrin as vlerën e çmimit referencës. Sot çmimet e referencave janë 20-30% larg realitetit. Që të përfitosh nga kjo skemë duhet që vlera e shtëpisë që ti ke, pronës e banesës tënde të jetë të paktën 40-50% poshtë tregut. Kështu që shikojmë si skemë që është shumë pak e aplikueshme ose as pak. Dhe interesi i gjithë qytetarëve është që ta çojnë në vlerën e tregut, ashtu siç është interesi i ekzekutivit. Prona të shkojnë në vlerën e tregut dhe me 5% ka pak shanse që prona të shkojnë në vlerën e tregut, por kanë pak shanse krahasuar me 3%. Dhe 3% është një skemë e cila ka funksionuar në 2-3 vitet e fundit, kështu që e gjejmë të paarsyeshme pse duhet ta çojmë në 5 dhe pse ti ngarkon qytetarët me më tepër taks, aq më tepër që interesi afatgjat është që prona të shkojnë në vlerën e tregut dhe të fillohet taksimi i pasurive të paluajtshme në 2007-2008, po themi, të filloj bazuar mbi realitetin e tregut. Pra të gjithë sot janë duke kërkuar formalizimin dhe informacionin sa më të pastë të tregut. Dhe me 5% nuk garantohet kjo gjë, por vetë rëndon dhe demotivohen pronat që të dalin. Ndërkohë që me afati, ja kemi thënë me shifra dhe me fakte dhe Ministrisë së Financave ja thamë dhe Komisionit të Ekonomisë. Ka një reflektim, po themi e falenderoj ministrinë që na ka dëgjuar që nga 9 muaj ta çonte pak në 12 muaj. Por në propozimin tonë ka qenë dhe një 6 mujor ekstra. Pse e themi që është më rëndësi 6 mujor ekstra? Nuk kemi kapacitete të provuara që do të procesojmë të gjithë aplikimet për rivlerësim. Sot ne vlerësojmë që duhet të jenë 450.000-500.000 prona, banesa, që do të futen në procesin e rivlerësimit. 12 muaj është shumë pak afat për të procesuar. Mund të procesohen nga statistikat më të shkuarën, kapacitetet janë 30-35.000. Ja të themi që me procesin e digitalizimit kemi vajtur në kapacitete 50.000. Por 500.000 për një vit nuk i proceson dot. Këtu duke pasur parasysh që 500.000 janë vetëm banesa, pa futur entitetet tregtare në bizneset. Në të njëjtën kohë kemi diasporën e cila ka prona, apo kemi emigrantët e shqiptarë jashtë Shqipërisë që kanë prona që do duan të rivlerësohen në Shqipëri. Për një vit është totalisht e pamundur për të ndodhur kjo gjë. Prandaj ne kemi kërkuar në propozimin fillestar origjinal, kemi kërkuar të paktën një vit
plus 6 muaj. Në propozimin që ka çuar aktualisht Ministri i Financave ka marrë parasysh vetëm 3 muaj. Por 3 muaj nuk I del koha shikos për të procesuar të gjitha aplikimet që nuk arrin të procesojnë brenda 31 dhjetorit të 2025-s, dhe aq më tepër qytetarëve që të njihen me faturën dhe të paguajnë. Prandaj ne themi sa më gjatë jetë kjo koha pas përfundimit të mundësisë për të aplikuar, aq më ndihmë është për të gjithë për të procesuar gjithë aplikimet dhe për të kryer argëtimin e arrit në shtetit që I leverdis shtetit, po I leverdis gjithë pjesës tjetër të shoqërisë, sepse do të ketë një pronë në fund ditës, synimisht ketë një pronë të rivlerësuar me vlerën reale të tregut, edhe për ta bërë këtë sa më të tregtueshme. Sepse interesi përfundimtar është të kemi prona të tregut, alternativa ekonomike për gjithë shoqërinë shqiptare. Pra nuk është vetëm të marrim taksat e defutit të arrit të shtetit, por do të kemi alternativa për qytetarët për të blerë pronën brenda një çmimi të përballueshëm, se me këtë jemi duke u përballur aktualisht që strehimi kudo në gjithë Europën po bëhet I papërballueshëm. Renaldo, ju shpeshherë edhe në komision përmendët ose sollët shembuj nga Bashkimi Evropian ku ne synojmë të jemi pjesë të paktën për gjatë 5 viteve të ardhshme. Mendoni se pikërisht për këtë fakt që do të jemi pjesë, shpresojmë gjithmonë, Qeveria Shqiptare, Komisioni, Ministria e Financave do detyrohen që edhe legjislacionin ta parafrojnë me atë të Bashkimit Evropian? Mendoj që në Bashkimin Evropian ka një lëvizje brenda bashkimit që janë 2 grupe, e kemi thënë është një task force që është brenda Parlamentit Evropian, është edhe një task force brenda Komisionit Evropian të 2 nivele, pra legislatori dhe ekzekutivi janë duke bashkëpunuar fort për të bërë rishikimin e gjithë kuadrit ligjor edhe rishikimin e praktikave më të mira për strehimin. Nuk ka një parafrim, po themi nuk mund të dohet një parafrim motamo I legjislacionit, por mund të ketë parafrim të praktikave. Dhe kjo ishte një nga daporësitë të paktën që arritëm të jetë brenda Komisionit të Ekonomisë, është që në fillim të 2026 të ulemi me Komisionin e Ekonomisë dhe Financave për të ngritur një grup pune bashkë me komisionet e tjera, me Komisionin e Ligjeve në të njëjtën kohë, për të ngritur një grup pune që të adresojë mirëfilltazi pjesën e strehimit në Shqipëri. Fushati I rivlerësimit do të shërbejë për të kuptuar të gjithë problematikat dhe për të marrë të dhënat reale nga tregu, por nuk mund të ndalemi vetëm në fushatin e rivlerësimit, duhet fillojmë të merremi me strehimin seriozisht, sidomos në 2-3 vitet e ardhshme, 2026-2027. Ka një dakordsi, ka një pohim që po, faleminderit e pranojmë ndihmën e Nareas, do të shikojmë tani në fillim të 2026 ku do ngrihet punës. Ndërkohë, pasi të përfundoi kjo fushat rivlerësimi pas një viti apo edhe një viti e gjysmë me shpresën që kërkesa do të merren parasysh, si duhet të trajtohet shitblerja e pronave edhe në aspektin e barës fiskale që qytetarët paguajnë? Të njëjtën gjë përmendi, nëse nuk gaboj në fjalën e tij ditën e dieshme, edhe zoti Jaka. Po, sepse kemi pasur një komunikim intensiv dhe me pjesën e ndërtuesve, ne besojmë që sot pjesa e ndërtimit dhe pjesa e pasurisë palueshme dhe pjesa e strehimit janë të ngarkuara me bara fiskale të teskaqshme. Ngarkesa me 8-9%, taksa mbi infrastrukturën, strehimi 3%, sigurimi I pronave 15%, tregtimi pra e çojnë diku bara fiskale 23-25% mbi një produkt I cili në fund ditës është I destinuar për strehimin. Kështu që besojmë do duhet të shkojmë me shpejtësi drejt shembujve të Bashkimit Evropian edhe të Shtetet Bashkuara, ku prona e cila është për strehim është e zhvesur nga shumë bara fiskale, sidomos pjesa e transaksioneve ku përfshin blerës për të parë dhe rishitja e banesës parë. Kur them është e përjashtuar realisht është e përjashtuar ka 0% në momentin që tregton pasurinë që ti ke pasur banesë të parë, sidomos nëse ti ke mbajtur 2-3 vite, pra duke dekurajuar spekulimin dhe duke inkurajuar pronësinë afatgjate. Ne kemi 3 vite që themi, kemi thënë dhe Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, kemi thënë Ministrisë të Financave për 3 vite me radhë që tatimi mbi fitimin kapital për pasurinë e përveshën strehim do duhet të jetë 0. Do duhet të jetë 0 në momentin që ti vërteton që ke 2 vite që mban pronën. Ishim një shembull dje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku pas 7 vitesh që ti ke mbajtur pronë afatgjat, je patjetër që je I përjashtuar, por në një moment që ti reinveston dhe aty ku ka fitim kapital, në moment që ti reinveston fondet për blerjen e një banese 2, pra shes banesën e parë, o ble një banesë tjetër, që është banesë parsorë, ti prapë je I përjashtuar nga taksa, sidomos nëse investimin e kryen brenda 12 muajve. Të gjitha skemat ja kemi dhënë në dispozicion Ministrisë të Financave, ndihmon shumë në formalizim
ndihmon shumë në gjurmëshmërinë e transaksioneve dhe të fondeve të cilat janë duke hyrë në sektorin e pasurisë paluajtësh, në sektorin e strehimit, në sektorin e ndërtimit. Kështu që ne besojmë që ka ardhur momenti ta zbusim dhe ta zhveshim strehimin nga këto para të fiskashme 25%. Unë e përmenda edhe herën e kaluar, Rinaldo, që të ardhurat nga pagat cilat shkojnë për pagesën e kredis për blerjen e banesës, edhe ato janë pataksueshme në shumë vende të Bashkimit Evropian. Kështu që hapësira për incentiva ka gjithandej. E vërteta është pranaj Bashkimi Evropian ka shkuar në skemën që nëse ti e mban 2 vite pronën, ti nuk po spekulon, ti po shtron familjen, i e bën me një fëmijë të dytë, me një fëmijë të tretë, apo por zhvendos në një qytet tjetër, për shkak që nuk je spekulant, ne të kemi zhveshur nga gjitha takset. Për mos të hyrë më pas kalkulimeve që sa ka kushtuar blerja e shtëpisë, pjesa e kredis, pjesa e kostove financiare, se çdo transaksion ka një kosto financiare, ka ndërmjetësim pasuri paluajtshme, ka noterin, ka kalime të pronësisë, pra për ta shmangur nga këto skema të komplikuara, Bashkimi Evropian ka vajtur drejt për drejt në heqjen e tatimin mbi fitimin kapital. Dhe kjo është shumë e thjeshtë për të aplikuar, shumë efektive, pa komplikuar dhe nuk e kuptojnë se ekzekutivi nuk e kupton këtë skemë që duke funksionuar në gjithë Europën. Edhe një pyetje të fundit, Rinaldo, në lidhje me taksimin e pasurive të paluajtshme që ju e përmendet për gjatë fjalës tuaj, si duhet funksionojë ajo kur të fillojë të aplikohet, sepse ndër tjera është edhe një burim mjaft i mirë të ardhurash për pushtetin vendor? Është një burim i të ardhurash për pushtetin vendor. Mendoj që ekzekutivi është kapur në një kurth me strategjinë afat mesme të ardhur 2024-2027 duke deklaruar që nuk do të ketë ndryshime të forta fiskale dhe besoj që kjo ka qenë arsyeja pse është shtyr në janar të 2028-s taksat e pasurisë të paluajtshme. Mendoj që pjesa e banesës pashore do duhet të ketë një taksim të ulët dhe do duhet të kemi një taksim proporcional për pronën e dytë, pronën e tretë, sidomos në ato raste ku këto prona janë të nënpërdorura ose të papërdorura. Kur them të nënpërdorura dhe të papërdorura do thotë që porim poshtë dhe nuk janë pjesë e një sistemi për qeran afatgjat, apo porim poshtë dhe nuk janë pjesë e sektorit turizmit. Do të preferohet, do sugjerohet shumë që nëse prona futen në sistem qera afatgjat, nëse prona futen në sistemin e qerave të subvencionuara nga bashkitë, pra strehimi social, nëse prona futen në sistemin e Airbnb-s dhe në sistemin e hotelit turizmit, të jetë formalizuar dhe të ketë incentiva fiskale. Por nëse prona duhet ndetur poshtë, atëherë duhet të ketë një barë të mirë fiskale, taksit të mirë, që të ketë incentiva për të darë në përdorim të qytetarëve. Vendet e Bashkimit Evropian dhe Amerika në një kohë kanë programe të dedikuara, kanë lehtësira fiskale, sidomos kur një pjesë e pasurisë që ti ke pasurisë paluajtshme, pronën e dytë apo tretë, je duke e vendosur në dispozicion të programeve të strehimit social. Dhe këtu ne mund të mësojmë shumë, bashkimet mund të mësojnë shumë në këtë drejtim, ashtu si ende kombëtare banesa mund të mësojnë shumë në këtë drejtim, duke bashkëpunuar me individin, me pronarin individ, apo me kompanitë të cilat ndërtojnë prona për një strehim të përballueshëm dhe i fusin pjesë të programeve të strehimit social. Një gjë që ka dalë, nuk është kapur ndoshta shumë në media, nuk ka pasur vëmendje e duhur, është çuditërisht projekti për inversimin ka përjashtuar dhe kam interes të ta sjell në vëmendje, ka përjashtuar pronat në legalizim. Pra, jo vetëm që nuk ka marrë në konsiderat propozimin e aktorëve për kontratë porosit, por pronat ashtu të cilat ka një vendim legalizimi janë përjashtuar nga procesi i legalizimit. Ne këtë shikojmë si një zhvillim jo të mirë, jo pozitiv dhe si një trekje mbrapa të gjithë iniciativës për të sjellë prona ekonomike në treg. Dhe duam ta reflektojmë në media që është një shqetësim dhe ne besojmë që duhet të jenë pronat të cilat janë me një vendim legalizimi, duhet të jenë në procesin e legalizimit për të ndihmuar ofertën që duhet vit gjatë 2026-s. Po. Zoti Pyria, ju falenderoj për gjitha informacionet e sjella në studio. Shpresojmë që propozimet merren parasysh.